Presidenti Amerikan Donald Trump sapo ka mbërritur në Izrael. Trump u prit nga homologu i tij izraelit Isaac Herzog dhe kryeministri Benjamin Netanyahu. Trump pritet të zhvillojë takime me Netanyahu dhe familjarë të pengjeve të liruara. Në Izrael ndodhen edhe vajza e Trump, Ivanka dhe bashorti i saj Jared Kushner. Air Force One u ul në Tel Aviv pak minuta më parë. Netanyahu priti Trump ndërsa bisedonte me aleatin dhe presidentin amerikan dhe ambasadorin e SBA-s në Izrael Mike Huckabee. Trump përshëndeti gjithashtu të dërguarin e tij të posaçëm, Steve Witkoff dhe Kushner, të cilët ndihmuan në ndërmjetësimin e marrëveshjes së armëpushimit javën e kaluar. Marrëveshja e armëpushimit mes Izraelit dhe Hamasit është rezultati i muajve të tërë negociatash të ndërmjetësuara nga Shtetet e Bashkuara, Katari, Egjipti dhe Turqia. Kërkon lirimin e rreth 20 pengjeve izraelite që janë ende gjallë, si dhe kthimin e trupave të rreth 28 pengjeve të vdekura. Në kombim Izraeli është i angazhuar për lirimin e rreth 2000 të burgosurve palestinez, kryesisht gra dhe të rinj, duke përjashtuar figurat e larta të Hamasit. Në të njëjtën kohë do të tërheqin pjesë të forcave të tij ushtarake nga zonat e caktuara të Gazës, ndërsa ndihma humanitare do të lejohet përsëri të hyjë në shoqërimin e vëzhguesve ndërkombëtar.